Nivelet e detit po zgjasin ditët e tokës me një ritëm të paparë në 3.6 milion vjet. Rritja e niveleve të detit po ngadalson rrotullimin e tokës, duke i zgjatur ditët tona me një ritëm të paparë në 3.6 milion vitet e fundit. Kjo sipas një studimi të ri të botuar së fundmi, zbuloi se rritja aktuale e gjatësisë së ditës, afërsisht një presje 33 milisekonda për shekuj, është më shpejt e regjistruar që nga Plioceni i vonë. Hulumtimi udhëhequr nga Mostafa Kiani Shahvandi i Universitetit të Vienës dhe Benedikt Soja, profesori i gjeodezisë hapësinore në ETH rindërton ndryshimet e nivelit të detit me kalimin e kohës, duke përdorur mbetjet e fosilizuara të foraminiferave bentike, organizmave detar një qelizor që ruajnë gjurmë të kushteve të lashta të oqeanit. Nga përbërja kimike e fosileve foraminiferale, ne mund të nxjerrim luhatjet e nivelit të detit dhe kështu të nxjerrim matematikisht ndryshimet përkatëse në gjatësinë e ditës, shpjegoi ai. Për të arritur në këto përfundime, shkencëtarët i kombinuan këto të dhëna me një metodologji të re probabilistike të mësuarit të thellë të quajtur modeli i difuzionit informuar nga fizika, i projektuar për të vlerësuar rritjen e nivelit të detit në të kaluarën dhe efektin e saj në rrotullimin e planetit. Rezultati është i qartë. Gjatë 3.6 milion viteve të fundit, të rritja aktuale e gjatësisë së dritës së ditës është e pashembullt. Mekanizmi që lidh nivelin e detit me rrotullimin e tokës është i ngjashëm me atë të një patinatori artistik që rrotullohet. Shkrirja e përshpejtuar e akullnajave polare dhe e akullnajave malore në shekullin e 21 po rrit nivelin e detit, po ngadalson rrotullimin e tokës e kështu po zgjat dritën e ditës, ngjashëm me një patinator artistik që rrotullohet më ngadalë kur shtrin krahët, shtoi Kiani Shahvandi. Pse rrotullimi i tokës po ngadalsohet? Gjatësia e një dite në tokë nuk është konstante përveç fërkimit baticor të shkaktuar nga hëna e cila ka ngadalsuar progresivisht rrotullimin e planetit gjatë miliarda viteve. Disa procese gjeofizike mund të ndryshojnë shpejtësinë me të cilën rrotullohet toka. Këto përfshin lëvizjet e masës brenda planetit, ndryshimet në atmosferë dhe rishpërndarjen e ujit midis kontinenteve dhe oqeaneve. Kur sasi të mëdha uji shkrihen dhe uji derdhet në oqeane, masa e planetit rishpërndahet. Ky proces ndryshon paksa momentin këndor të tokës dhe ngadalson rrotullimin e saj me efektin e zgjatjes së ditës. Sipas rezultateve të studimit të ri, shkalla me cilin po rritet dita sot është unike në historinë e fundit të klimës së tokës, vetëm një herë rreth 2 milion vjet më parë. Shkalla e ndryshimit në gjatësinë e ditës ka qenë pothuajse e krahasueshme, por kur më parë ose që atëherë patinatori planetar nuk ka ngritur krahët dhe nuk ka arritur nivelin e detit aq shpejt sa midis viteve 2000 dhe 2022, vëren Shahvandi. Kjo do të thotë që shpejtësia me cilën gjatësia e ditës po ndryshon sot është një pasqyrim i shpejtësisë së rritjes së vazhdueshme të nivelit të detit. Kjo rritje e shpejtë e gjatësisë së ditës sugjeron që ritmi i ndryshimit modern të klimës është i pashembullt, që nga të paktën fundi i Pliocenit 3.6 milion vjet më parë. Rritja aktuale gjatësisë së ditës mund t'i atribuohet kryesisht ndikimit njerëzor, thot Benedikt Soja. Çfarë do të thotë kjo për të ardhmen e rrotullimit të tokës? Sipas studiuesve, deri në fund të shekullit 21, ndikimi i klimës në gjatësinë e ditës mund të bëhet edhe më i theksuar, madje duke tejkaluar efektin e hënës në rrotullimin e tokës. Edhe pse ndryshimet janë në rendin e disa milisekondave, ndryshimet në gjatësinë e ditës mund të ndikojnë në sistemet që kërkojnë matje jashtëzakonisht të sakta të rrotullimit të tokës, siç janë gjeodezia hapësinore dhe navigimi satelitor. Në disa raste këto mos përputhje kompensohen duke futur të ashtu quajturën sekond të kërcimit, një korrigjim i aplikuar në kohën civile për të mbajtur atë të sinkronizuar me rrotullimin e planetit.